Prezenca mbetërinave në disa zona vjen mbetet një shqetësim për komunitetin. Në lagjën Qafardhinë në Shkodër, vërej se mbetje të ndryshme kishin mbuluar një pjesë të hapësirës duke ndotër ambientin. Qytetarët theksojnë se janë vetë ato që bën shkaktar të kësaj situate, pasi mbetjet nuk i hedhin në kontinjerët e vendosur nga bashkia, por në zonën përreth. Po ne jemi njerëz të mrapsht, edhe i hedhim. Nuk i hedhim në vendin e caktuar, po i hedhim tokë. Bosh le t'jetë kazani, i hedhin një ashtu, nuk ke që me i bo. I pastrojnë, i marrin. Po shqetësosht eshte, po thash, inshallah, po sensibilizohet populli që t'i qojt gjithë qanë vend vetë. Se mua më thanë, hedhi aty unë se hedhi, po i hedhin. Pa tjetër shqetësim ka, po që kënë me bo, kjo e në kushet. Janë edhe njerëz i fjetë pa nërgjeshëm, janë i fjedhën e vetë, pa nërgjeshëm. Ne pëse që pa të apisham në tepe, kena 4 kazona në fund rrugës tepes, vjen dera të, me plasumas, nuk i hatë kazan, i hatë në tokë. I kja është e shqecimi jonë. Ato dëve bohen të gjonë. Po normala po se të mjallë kazona po. Që dhe po? Unë i pori, nosha marri plasumas, e qoj ati, nosha adhim në nosha lëzin tokë. Ne ju të mekanisë në gjithë. Me gjithë ndërhyrjen e rregullt që bëhet nga firma pastruese, sërish menaxhimi i mbetjeve në disa zona vjen të jetë problematike. Kryesisht kjo situatë vëret në zonat periferike të qytetit, ndërsa si zgjidhje qytetarët shohin vendosjen e xhobave ndaj ndotësve të ambientit.